unë për shumë jam person shumë emotiv, shumë emocional, dhe unë kur kërkoj falje e them me vërtet, do të ndij me vërtet. Dhe e shoh se nga vite ime që nëse unë do kërkoja për diçka, për çdo gjë qoftë një shans të dytë, do të ma jepnin. Edhe unë mendoj që mund t'ja jap një person një shans të dytë, por me çfarë kostoje vjen kjo? Me çfarë kostoje vjen? Për të nxjerr jetën. Jo, shiko se ky është gabimi. Do të jep shanse të dyta për prindrit që kanë fal mami, babi dhe babi mamin, edhe thënë po ti në 2005 në qeshë shitës po shtëpis. Nëse ti fal, mos e ti e kujto më. mbyll atë kapitull dhe hyn në një kapitull të ri. Nuk mund të falësh një person dhe ti thuash në momentin që ai të bëj diçka të vogël, thosh po unë ty të kam fal kur ti shkujte me atë tjetër. Jam shumë dakord, po momentin nuk po them që kjo ndodhi gjithmonë ose pas 10 vitesh të përsëritet ajo që ke bërë ti para Por në fillim unë dua t'ja nxjej jetën sepse unë do ta di që ai personi që po kërkon një shans të dytë e ka matur mirë para që e do këtë gjën dhe jo ka ardhur për një shans të dytë tek unë që thjesht sepse s'ka gjë një tjetër për momentin. Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pamanual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale.al dhe të gjitha prodhimet tona të tjera, kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale.al.